Avioni i ri ultra i gjatë i Qantas është ulur në tokën australiane për herë të parë të premten pas një fluturimi provë 19 orësh direkt nga Franca. Airbus A350 1000 ULR i projektuar për Qantas për të kryer disa nga fluturimet më të gjata komerciale në botë, u nis për një udhëtim pa ndalesa nga fabrika e prodhimit të Airbus në Toulouse të Francës të njëjtën, me destinacion Melbourne-in. Avionët janë projektuar për të fluturuar deri në 22 orë pa ndalesa për itinerarin direkt të kompanisë nga Sydney në Londër, që pritet të fillojë në tetor 2027. Fluturimi provë ka tërhequr vëmendjen e entuziastëve të transportit me më shumë se 67.000 njerëz që ndoqën rrugën e tij prej gati 17.000 kilometra. Faqja e internetit e trafikut ajror tregon se fluturimi u nis nga Toulouse në orën 7:33 të mëngjesit të njëjtën dhe ul në Melbourne pak më shumë se 19 orë më vonë në orën 10:46 të mëngjesit sipas orës lokale. Në një deklaratë, Qantas tha se 4 pilotët testues të fluturimit të Airbus dhe 5 inxhinier testimi ishin në bord. Ata dhe avioni do të qëndrojnë në Melbourne gjatë fundjavës dhe më pas do të kthehen në Toulouse të hënën, me 2 pilotë të Qantas që do të bashkohen në bord. Avioni ka një rezervuar shtesë karburanti me kapacitet 20.000 litra, çka e lejon të fluturojë në trajektore të gjata deri në 18.500 kilometra. Qantas në qershor tha se po blinte 12 avion, me 238 vende në vend të 300 vendeve që ka modeli tjetër A350 1000. Planet e projektit Sunrise të Qantas për shërbime pa ndalesa midis Sydney dhe Londrës janë shtyrë disa herë në vitet e kaluara.